Ungjilli i ditës. U afruan edhe disa veta prej saduqenjve, të cilët mohojnë se kanë ngjallje, dhe pyetën duke thënë: Mojsiu na ka shkruar, në i vdek ndonjërit vllai që ka grua, dhe ky të vdes pa lënë fëmijë, i vllai i tij të marrë gruan dhe të ngjall far për të vëllain e tij. Ishin pra 7 vëllezër, dhe i pari mori grua e vdiq pa lënë fëmijë. Dhe i dyti mori gruan, dhe ky vdiq pa lënë fëmijë. Edhe i treti e mori atë. Gjithashtu edhe të 7-ët, dhe nuk lanë fëmijë dhe vdiqën. Edhe më pas nga të gjithë vdiq edhe gruaja. Në ngjallje pra, gruaja kujt nga ata do të jetë, sepse edhe të 7 e patën atë grua. Po Isuju përgjigje u tha atyre: Të bijtë e kësaj jete martojnë e martohen. Pa ata që u bën të Zotët të fitojnë atë jetë dhe ngjalljen prej së vdekurish, as martojnë, as martohen, sepse as të vdesin nuk mundin më, sepse janë të ngjashëm me engjëjt dhe janë bijë të Perëndisë, duke qenë bijë të ngjalljes. Dhe sa ngjallen të vdekurit, edhe Mojsiu e tregoi në ferr kur thotë: Zotin Perëndinë e Abrahamit dhe Perëndinë e Isakut dhe Perëndinë e Jakovit. Edhe Perëndia nuk është Perëndi të vdekurish, por të gjallësh, sepse të gjithë rrojnë në të. Edhe disa nga shkruesit u përgjigjen e thanë: Mësues, mirë e the. Edhe nuk guxonin më ta pyetnin për asgjë. Edhe ai u tha atyre: Si thonë se Krishti është biri i Davidit? Edhe Davidi vetë thot në librin e psalmeve: I tha Zoti Zotit tim, rri në të djathtën time, derisa të vë armiqtë e tu në këmbje të këmbëve të tua. Davidi pra e quan atë Zot, dhe si është i biri i tij? Dëgjuat Ungjilli i ditës sipas Lukait, kreu 20, vargu 27 deri 44. Komenti i Ungjillit. Pra disa saduqenj shkojnë dhe takojnë Zotin. Saduqenjt ishin një grup i drejtuesve fetar konservator që nderoni vetëm Pentautekun ose 5 libërshin, që e gjejmë tek Zanafilla dhe tek Ligji i Përtërir në Bibël. Pra janë libra që u shkruajtën nga vetë profeti Mojsi, dhe këta saduqenjt e kishin të kufizuar besimin e tyre dhe nuk besonin ngjalljen e të vdekurve, një mësim që Zoti ja u parashtronte popullit të Izraelit, sepse sipas tyre ata nuk mund të gjenin ndonjë shenjë të saktë në shkrimin e shenjtë për ta përligjur këtë besim. Dhe provuan për ta futur në kurth Zotin Jezu Krisht, pra i sajuan një gjagjës teologjike, të cilën e bazuan në ligjin e përtërir, pra në atë ligj që Zoti kishte dhënë nëpërmjet Mojsiut, dhe këtë kemi në kapitullin 25 në vargun 5, ku na thuhet se në rast se disa vëllezër banojnë bashkë dhe njëri prej tyre vdes pa lënë fëmijë, gruaja e ndjerit nuk do të martohet me një të huaj jashtë familjes. I kunati do të hyjë tek ajo dhe do ta marrë për grua, duke plotësuar kështu ndaj saj detyrën e tij prej kunati. Edhe i parlinduri që ajo do të lindë do të marrë emrin e vllait të vdekur me qëllim që emri i tij të mos shihet në Izrael. Pra, duke bazuar siç thash në këtë pjesë të ligjit, ata ngritën këtë gjagjës teologjike për ta vënë në lojë Zotin Jezu Krisht, aq më tepër dhe mësimin e tij. Mund të themi se ndoshta këtë gjagjës teologjike ata e kishin bërë dhe me farisejnë, e cila siç dim ishte një tjetër klasë, pavarësisht se ata kishin dhe gabimet e tyre, por
kur bëhej fjalë për besimin në ngjalljen të vdekurve, fariseut besonin se kishte ngjallje të vdekurve, por nuk arrin dot të argumentonin këtë besim pra në ngjalljen e të vdekurve. Kështu që ata i bën, siç tham, këtë pyetje Zotit. Por Zoti i përgjigjet atyre, duke thënë se ata nuk arrin dot të kuptonin çfarë ishte jeta tjetër, por Zoti dha përgjigje këtyre se bijtë e kësaj bote martohen dhe martojnë, por ata që do të gjenden të denjë të kenë pjesë në botën tjetër dhe në ringjalljen e të vdekurve, nuk martohen dhe nuk martojnë. Ata as nuk mund të vdesin më, sepse janë si angjëjt dhe janë bijtë të Perëndisë, duke qenë bijtë të ringjalljes. Pra, Zoti Jezu Krisht i përgjigjet këtyre njerëzve për të thënë se në jetën tjetër nuk është se njerëzit nuk do ta njohin njëri tjetrin ose partnerët e tyre, ose më mirë themi bashkëshortët e tyre, por ai është duke thënë atyre se në parajs, pra ose në jetën tjetër, gjendja e njerëzve do jetë krejt ndryshe nga gjendja që është këtu, pra që është një gjendje natyrore, ku njerëzit martohen për të shtuar, për të shumuar, kurse në jetën tjetër do kemi një marrëdhënie tjetër, një marrëdhënie shpirtërore. Marrëdhëniet në këtë jetë janë të kufizuara prej kohës, prej vdekjes dhe për mëkatit. Dhe mund themi se ne nuk dim gjithçka për jetën tonë të ringjalljes, por vetë Zoti Jezu Krisht e përforcon se në marrëdhënien në jetën tjetër janë krejt ndryshe nga marrëdhëniet që kemi ne këtu. Dhe aq më tepër ai krahason njerëzit që do jenë të denjë për të ringjallur, dhe këtu nuk mund themi se të gjithë të vdekur do të ngjallen, pra, por flitet për një ngjalljen e vërtet, pra atë ngjallje për lavdi, ku njerëzit do të jenë në prezencën e Perëndisë dhe do kenë shoqëri me Perëndin dhe shoqëri me njëri tjetrin, sepse do ngjallen dhe njerëz të tjerë, por do ngjallen për gjykim, për dënim, dhe këtu bëhet fjalë për mëkatarët që do shkojnë në vdekjen e dytë, dhe do dim se në ferr nuk ka shoqëri as me Perëndin, as me persona të tjerë. Pra, siç thash, këtu bëhet fjalë për ata që do ngjallen për jetën e përjetshme, pra në marrëdhënie me Zotin dhe me njëri tjetrin, dhe ata do jenë si angjëjt, pra do kenë një marrëdhënie si them tjetër me Perëndin, një marrëdhënie që nuk do martohen në kuptimin që ata nuk do bashkohen për të shtuar dhe për të shumuar, sepse dim që angjëjt nuk shtohen, pra nuk shumohen. E gjitha kjo pra përforcon atë gjendje tjetër të paimagjinueshme për jetën tjetër që do vi mbas ngjalljes së të vdekurve. Ashtu siç na i përforcon dhe apostulli Shën Pavli, që ato që syri nuk pa, veshin nuk dëgjoi dhe në zemrën e njeriu nuk hyn, ato ka ruajtur Perëndia për ngjalljen e të vdekurve. Por Zoti e përforcon përgjigjen e tij duke u bazuar përsëri tek Pentauteku, pra në ato librat që besonin, pra siç tham Saduçejt, ku Mojsiu vajti dhe pa atë ferishten që digjej, pra dhe nuk konsumoi, ai dëgjoi zërin e Perëndisë që tha: "Unë jam Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut, Perëndia i Jakobit." Zoti u thot atyre që Perëndia nuk është një Perëndi i të vdekurve, por Perëndi i të gjallëve. Sepse Zoti i tha atyre që Perëndia nuk tha që unë isha, pra njerë Perëndia i Abrahamit, Isakut, Jakobit, por jam. Pra, karakteri Perëndis është si Perëndi e të gjallëve. Kështu që ky karakter i Perëndis kërkon ngjalljen e të vdekurve. Pra Zoti ju dha një argument po nga Shkrimi i Shenjtë, që Saduçejt duhet kuptonin se po në dhjetën e vjetër ne kishim dhe kemi argumenta për të besuar në ngjalljen e të vdekurve. Dhe diçka tjetër, në qoftë se ne lexojmë më poshtë, shikojmë që Zoti tashmë e kthen bisedën dhe nga i akuzuar, ai i akuzon pra Saduçejt për mos kuptimin e Shkrimit të Shenjtë. Pavarësisht se ata pretendonin se e njihnin Shkrimin e Shenjtë. Dhe ai përmend një pjesë nga Psalmi, ku vetë Davidi, që siç dim është autori i psalmeve, në librin e psalmeve thot: "Zoti i tha Zotit tim, ulu në të djathtën time." Qëllimi i Zotit Jezu Krisht në bisedën me Saduçejt po dhe me farisejt ishte që ata të kuptonin se ai nuk ishte thjesht një njeri, nuk ishte thjesht një mësues, por ishte vetë Zoti. Dhe gjithë
Pikpyetjet që kishin si Saduqejt dhe Farisejt, të cilët kërkonin ta provokonin Zotin, ishte se ata nuk besonin se ai ishte Perëndi njeri. Prandaj dhe Zoti, duke përmendur këtë pjesë të shkrimit të shenjtë, ju tregon si është e mundur që pra Mesia të jetë edhe bir edhe Zot i Davidit. Patjetër që kjo realizohet në personin e Zotit tonë Jezu Krisht, se dim se ai nga ana njerëzore është bir i Davidit, sepse rrithe nga fisi mbretëror i Davidit, vetë zonja Shëmëri ishte nga ky fis mbretëror, dhe dim që ai e mori këtë natyrë njerëzore prej saj, pra prej hylinjës së zonjës Shëmëri, por ishte edhe Zoti i Davidit, sepse origjina e Zotit, pra origjina qellore, është me origjinë të perëndishme, pra ai është bir i Perëndis. Pra në Zotin Jezu Krisht gjendet e realizuar kjo pjesë e shkrimit shenjtë, pra e mbretit dhe profetit David, që Zoti i tha Zotit tim, ulu në të djathtën time. Të dashur më Krishtin, edhe neve shpeshherë biem pre e arsyetimeve të tilla dhe kemi të vështirë për të besuar këto ngjarje të mëdha që ndodhin në historinë e njerëzimit, siç është edhe ngjallja e të vdekurve. Por patjetër që neve nuk duhet kufizohemi në aftësitë tona dhe në të kuptuarit e gjërave sipas mentalitetit tonë, sepse ne jemi njerëz, ne nuk mund të dimë të gjitha, por ajo që neve do të na shiroj nga kjo mosdije, nga ky moskuptim, është që neve duhet të besojmë në fjalët që tha Zoti Jezu Krisht. Në qoftë se ne besojmë se ai është Perëndi njeri, pra është Zoti dhe biri i Davidit, atëherë ne duhet besojmë që çdo fjalë që ka thënë ai është një fjalë e vërtetë dhe do realizohet. Dhe një nga aspiratat që neve kemi si të krishterë është ngjallja e të vdekurve. Pavarësisht se, si thash, është një koncept i vështirë për mendjet tona, është diçka që vërtet ka për të ndodhur. Dhe vetë apostulli Shën Pavli na thotë, në qoftë se neve nuk besojmë se ka ngjallje të vdekurve, atëherë as Krishti nuk është ngjallur dhe gjithë besimi ynë është i kotë. Dëgjuat komentin e Ungjillit.